Islanda është vendi më i fundit që i bashkohet Spanjës, Irlandës, Slovenisë dhe Holandës në bojkotimin e Eurovision 2026. Tërheqja e tyre vjen pasi u konfirmua zyrtarisht pjesëmarrja e Izraelit në konkurs. Në një deklaratë pas mbledhjes së bordit, transmetuesi kombëtar islandez RUV njoftoi se nuk do të marrë pjesë në festivalin që do të zhvillohet në Vjenë. Sipas tyre, pranimi i transmetuesit izraelit Kan ka shkaktuar përçarje brenda Unionit Evropian të Transmetimeve dhe ka ndezur debat të madh në publik. Të flasësh me partnerin me respekt është thelbësore, sidomos gjatë një konflikti. Sipas psikologëve, çiftet më të çëndrueshme tregojnë rregullisht vlerësim, mirëkuptim dhe gatishmëri për të kërkuar falje. 5 shprehje tregojnë një lidhje të fortë. E para, faleminderit. Shprehja e vlerësimit edhe për gjërat e vogla të ditës forcon marrëdhënien. E dyta, më ndihmo ta kuptoj këtë, sepse çiftet e shëndetshme nuk shmangin konfliktin, por e zgjidhin me komunikim të hapur. E treta, mund të më falësh, që mban gjallë respektin dhe zbut tensionin. E katërta, jam i përkushtuar ndaj teje, që rikujton zgjedhjen për të ndërtuar jetën bashkë. Dhe e fundit, të dua, një fjalë e thjeshtë por e domosdoshme për të mbajtur lidhjen të ngrohtë dhe të sigurt. Televizorët modern me ekrane LDC, LED apo OLED janë shumë të ndjeshëm, prandaj pastrimi i kujdesshëm është i domosdoshëm për të shmangur gërvishtjet dhe dëmtimet. Plukuri dhe gjurmët e gishtërinjve ulin cilësinë e figurës dhe me kalimin e kohës dëmtojnë ekranin. Për pastrim të sigurt, fikeni televizorin dhe lëreni të ftohet. Përdorni vetëm një leckë të butë mikrofibre dhe fshiheni me lëvizje të lehta. Nëse njollat nuk hiqen, përdorni pak ujë të distiluar mbi leckë, jo direkt mbi ekran. Shmangni çdo pastrues agresiv, si alkol, amoniak apo sprej për xhama, sepse mund të dëmtojnë shtresën mbrojtëse. Rregulli i artë është i thjeshtë, sa më pak produkt, aq më i sigurt është televizori. Këngëtari i njohur Alban Skënderaj mbajti 4 net radhazi koncert në Prishtinë, duke mbledhur rreth 20.000 fanca dhe krijuar një atmosferë spektakolare. Në skenë ishte edhe partnerja e tij, Miriam Cani, duke u kthyer çdo moment në emocion të pastër. Pas mbylljes së eventeve, Albani dedikoi një postim të veçantë Miriamit, duke thënë: "Pa ty, asgjë nuk do të ishte e mundur." Koncertet u pritën me shumë entuziazëm, duke konfirmuar sërish Albani si një nga artistat më të dashur. Çifti, prej shumë vitesh bashkë, janë dhe prindër të 2 fëmijëve.